Mërgjimtarët kosovar tashmë kanë filluar të vinë në vendlindje për t'i pritur festat e fundvitit. Për dallim nga dita e djeshme, ku mërgjimtarët kosovar kanë pritur me orë të tëra deri në 6 orë për të kaluar kufirin, sot nuk qëndron një gjendje e tillë. Mërgjimtarët që tashmë kanë hyrë në Kosovë kanë deklaruar se kanë pritur vetëm deri në 20 minuta dhe qarkullimi është i lirë. Autoritetet që punojnë në pikën kufitare në Merdar tashmë janë përgatitur për fluksin e mërgjimtarëve. Ndonse nuk pranojnë të prononcohen publikisht, jashtë kamerës thonë se fluksi më i madh është gjatë vikendit. E vetë mërgjimtarët kanë deklaruar se nuk kanë pasur pritje të gjata. Arsyeja është për familje dhe për festa, rrugës kemi kaluar shumë mirë, ka plak nuk ka 3 javë. A ju ka me prit gjatë në kolonë? Jo. I vetëm unë që tash me vetur. Jo, kolona s'ka pasu, konë rruga shumë e qelë, konë shumë mirë kemi kalue, dhe këto mirë shumë. Keni ardhur për festa? Për festa. Njëjtë shprehur edhe Bajram Feta nga Rahoveci, i cili ka ardhur me familje që festa t'i pres në Kosovë. Jo s'kena prit që një kjerë parë neve u konë edhe na ditë me radhë. Po, për fest. Fëmije kam pushime atje dhe Krishtlindje që është viti i ri, tanët. Në muajin dhjetor, kolonat në këtë pikë kufitare janë të zakonshme, pasi që një numër i madh mërgjimtarësh kthehen në Kosovë për të pritur festat.